Kickbox me rregullat K1 janë përfshirë të gjitha. Këmbët, gjunjët, duar, shpresoj të shohim duelin bukur. Ai që vjen nga larg dhe duhet ta falenderojmë për këtë. Ka 5 fitore, vetëm një humbje. Nga 5 fitore, 4 i ka me knockout. Vjen nga kickboxing Tetova e Maqedonisë, Aylan Isaufi. Yeah, that way. I need that whole up by Tuesday. Yeah, that way. I love keys for like functional. I just now got started. Ndërkaq kundërshtari i tij si gjithmonë, me që jemi mikpritës kundurës, do të vinë nga Titans Fight nga Durrësi. Dhe ai është Mexhi Hysenaj. Rritet moshët e atyre që do të boksojnë, rritet pesha dhe shpresojmë që të rritet edhe spektakli. Gati për një luftë me 3 raunde nga 2 minuta. K1, le të fitojmë me mirin. Go!
Ju pentuam që do të kishim spektakël dhe spektakël patëm, po provide për të dy përfituesit Mergji, Hysena me lokal teknik. Kundërshtari e filloi fuqisht. Erdhi me hajpi, ndeshja e parë sa u kurri, sekondat e para të ndeshjes si e filloi vetë. I dëgjova se çfarë thamë. Në ndeshjen e parë filloi kundërshtari fort, vëdisë fort, po profesori që na bëri teknikë që në fillim të mbromi, pastaj sulmoi dhe kjo u palë këtu. Edhe në fund fitu. Normalisht e ke parë që ka edhe shumë fans këtu, vetëm se janë nga Durrësi, por se i përfaqëson tërësisht edhe skuadrën edhe miqtë e tij. Je duar trokitje për kampionin e sotshëm Mergji Hysena.